Inderuar. Vallai. Veni vjetër gjitha. Edhe një pyetje tjetër. Shonë ka bërë muhabetin. Ti ke vjetë. Jo, shonë ka bërë muhabetin. Vazhdo. Edhe një pyetje si nga ana teknike. Të lutem se dua ta ndaj. Edhe një pyetje si nga ana teknike e gjës. E gjitha kjo situatë ka patur kosto për familjet vronjate. Ka patur shumë kosto. Dhe ti thua do e zgjidhësh tani në mesnatë. Për kosto dhe për pasojën, se erdi pasojë, keni bërë ndonjë analizë? Se ju erdi pasojë? Ja, ta themon. Se kanali ujna, do më dëgjosh? Kanali ujnave ka filtruar poshtë tubacionit, që mund ta vijë ta shikoni, i cili ka bërë gjithë dhën ndër vite, që nuk e duhet dhe ka të bëhet për hiqen teknike. Dhe një pyetje tjetër ka. Se kanë disë se. Tani që ta mbyllim se zgjatet Mund shumë. ta vish ta shikosh, po. Jo, se ta shikoj, besoj. Ta mbyllim se zgjatet shumë. Se zgjatet shumë. Një pyetje të fundit ka. Do ta takona përsëri, po. Pyetja e fundit çka mund është? Normal analizën e. Çfarë është dienia që keni ju mbi situatën higjienike në qytet? A rrezikojmë ne të jemi përpara një epidemie? Përse ta them këtë për shkak se të gjitha subjektet private që bëjnë shërbim publik, fura buke, pastiqeri, e ku diun gjitha me radhë, furnizojnë me bote të cilat uji nuk dihet është brenda standarde apo jo. Tani keni një përgjigje për këtë? Çdo autobot që del nga shoqëria e sjas kanalizimeve është me parametra dhe e kontrolluar nga higjiena. Këtë mund ta vënë në duke dhe për këtë përgjigje të Sa bote janë sot që funksionojnë në qytet? Armando, në grupin e WhatsApp-it Këshillit Bashkiak, të lutem. Në grupin e WhatsApp-it, të lutem. Drejtor, çfarë? Jo, në grupin e WhatsApp-it Këshillit Bashkiak, nga antar të Këshillit Bashkiak, nuk jam të tillë që është. Nëse se besoni mundën secili marrë me pa. A do më dëgjoni një sekondë ta marrë vllai. Atëherë, që doni kur të vini, po. Pajisjet janë duke ardhur nga pajisjet origjinale janë duke ardhur. Dhe sonte qytetarëve në mesnatë do rikthehet furnizimi me ujë atë. Kjo është fjala ime. Qose ashtu, hajde do takona përsëri për të kënë. Sot në mesnatë. Dakor. Po. Sot në mesnatë do vëmë. Armando. Ora 1, ora 2, ora 0. Armando, kërkesa Ora sot në mesnatë. O drejtor. Po. O drejtor, do të jap kërkesa 1 minutë. O 1 minutë tani të flasim me radhën. Veni 1 minutë. Tani dhe ka çuna të gjithë kanalin të japim. O drejtor. Jo të dëgjojmë. Tani në këtë gjendje emergjence që është. U bëni thirrje gjithë kompanive të ujit të çojnë bote në përlagje, se nuk u kushton asnjë gjë një ditë, që qytetarët të furnizojnë deri në orën 12 të mbushin bolera dhe të ketë një zgjidhje. Jo një bot i prishur të ri në mes të Transballkanikës, 2 bote të tjera të zhduken dhe të ka kaluar në biznes privat. Është turp që të spekulohet me këtë. Geron duhet ta thua shitet boti me lek. Shiten me lek, të lutem. Manaxhoni situatën. Jemi të gjithë të ndërgjegjshëm. Çka ka ndodhur? Manaxhoni situatën e jepni ujë qytetarëve. Vetë do të banjë, Po, jo më të ja po. Të lutem, pra. Edhe herë. Të lutem. Pranë shoqërisë së sjas kanalizimeve. Do më dëgjosh për një sekond vallai. Po pusho pak, po pusho. Do më dëgjosh vallai. Atëherë, pranë shoqërisë së sjas kanalizimeve janë afishuar numrat për bote. Nuk të vinë. Një sekond. Nëse nuk përgjigjen do paraqes numrin tëm. Do vendosi numrin tëm 1 sekond lutem. Po, do ashtu. Dhe nëse na një për shoqërisë së sjas kanalizimeve jo kërkan lek, atëherë do venconi momentin më parë. Kam një kërkesë tjetër. Mund të bëj një kërkesë tjetër që është shumë e thjeshtë. Të tillë që është. Nëse se besoni mundën secili marrë me pa. A do më dëgjoni një sekondë ta marrë vllai. Atëherë, që doni kur të vini, po. Pajisjet janë duke ardhur nga pajisjet origjinale janë duke ardhur. Dhe sonte qytetarëve në mesnatë do rikthehet furnizimi me ujë atë. Kjo është fjala ime. Qose ashtu, hajde do takona përsëri për të kënë. Sot në mesnatë. Dakor. Po. Sot në mesnatë do vëmë. Armando. Ora 1, ora 2, ora 0. Armando, kërkesa Ora sot në mesnatë. O drejtor. Po. O drejtor, do të jap kërkesa 1 minutë. O 1 minutë tani të flasim me radhën. Veni 1 minutë. Tani dhe ka çuna të gjithë kanalin të japim. O drejtor. Jo të dëgjojmë. Tani në këtë gjendje emergjence që është. U bëni thirrje gjithë kompanive të ujit të çojnë bote në përlagje,
se nuk u kushton asnjë gjë një ditë, që qytetarët të furnizojnë deri në orën 12 të mbushin bolera dhe të ketë një zgjidhje. Jo një bot i prishur të ri në mes të Transballkanikës, dy bote të tjera të zhduken dhe të ka kaluar në biznes privat. Është turp që të spekulohet me këtë. Geron duhet ta thuash shitet boti me lek. Shite me lek, të lutem. Manaxhoni situatën. Jemi të gjithë të ndërgjegjshëm. Çka ka ndodhur? Manaxhoni situatën, jepni ujë qytetarëve. Po, ja po. Të lutem, pra, edhe herë, të lutem, pranë shoqërisë sociale organizimeve. Do më dëgjosh për një sekond vallaj. Po pusho pak, po pusho. Do më dëgjosh vallaj. Atëherë, pranë shoqërisë sociale organizime, janë afishuar numrat për bote. Një sekond. Nëse nuk përgjigjen do paraqes numrin tëm. Do vendosin numrin tëm, një sekond lutem. Po, do ashtu. Dhe nëse në një për shoqërisë sociale organizime ju kërkan lek, atëherë do nënconi në momentin më parë. Kam një kërkesë tjetër. Mund të bëj një kërkesë tjetër që shumë e thjeshtë. Qaja e tubacionit ka ardhur kryesisht nga kanali Ancor, i cili është kanali ujnave të bardha që me kalimin e kohës dhe viteve ka degraduar, duke bërë që ujnat e shiut të futen poshtë tubacionit ujit të ujësjasit dhe normalisht ka bërë që filtrimet në vite të marrin të gjithë pjesën materiale poshtë dhe duke lanë tubin në hava. Dhe kjo ka bërë një tërheqje të tubit e cila ka ndodhur edhe ky defekt në çarjet në saldim. Shkarja e dherave, Ndërtimet informale të cilat kanë ndodhur në vite në zonat e Kodrës, të cilat janë normalisht edhe tubacione që nuk kanë bërë një azhurnim të saktë, pa dyshim që dekojnë në mbas një farë kohe edhe në shkëputjen ose në defektin e këtyre tubacioneve që janë kryesor. Faleminderit.